Dhe ka ardhur ora e kiametit për të folur. Për të folur, për orën e kiametit, të sharojmë atë se çka nënkupton kiameti në aspektin shkencor, pastaj edhe në atë fetar. Ora e kiametit tashmë është vendosur edhe më afër mesnatës. Për vitin 2026, shkencëtarët e buletinit të shkencëtarëve atomik e kanë vendosur atë vetëm 85 sekonda para mesnatës, më afër shkatrimit global se kur më parë. Kjo orë simbolike nuk parashikon fundin e botës, por paralajmëron se njerëzimi po dështon në menaxhimin e rreziqeve më të mëdha ekzistenciale, si armët bërthamore, ndryshimet klimatike, kërcënimet biologjike, teknologjitë e reja dhe përhapjen e dezinformatave. Për diskutuar për këtë temë në fakt, përmes një lidhje direkte, e kemi Nejmedin Saqipi, që është teolog dhe opinionist. Zotri Saqipi, mirë se vini në Kosova Live. Mirë se ju gjetëm. Në anën tjetër po ashtu në lidhje direkte kemi edhe Milajim Rashiti, që është menaxheri i observatorit dhe planetariumit kombëtar të Kosovës. Mirë se vini, zotri Rashiti, edhe ju në Kosova Live. Mirë se ju gjetëm. Do disim me zotrin Saqipi dhe pyetja e parë për ta shtruar debatin është kjo, nëse ky është një alarm shkencor apo një frikë e tepruar, zotri Saqipi. Para se gjithashtu ju përshëndet në emën të tim dhe ju uroj punë të mbarë. Kjo temë është pishmoti e plasum në opinion. Mirë po, ne po flasim në emën të fesë dhe të mundohemi me sqaru. Shikoni, lidhje me kiametin, si pas fesë islame, ky proces është i bllokuar në sistemin që njeriu ta din, ta kupton dhe ta vlerëson kur është kjo kur ka me ndodhur kjo. Islami vërtet e pranon kiametin, se një ditë do të vijë kjo botë do të shkatërrohet, një ditë do ta kenë fundin kjo botë, mirë po kush e di këtë është kjo çështje sekrete dhe Zoti për hir njerëzimit këtë çështje e ka ndarë për njohuritë e veta që vetëm Zoti i di. Prandaj me fenë islame dhe sipas parimeve të islamit askush nuk guxon në këtë planet pa urdhnin e Zotit këtë çështje me diskutu edhe nëpërmjet kësaj çështje njerëzit mi friksu. Sepse edhe kemi në Kur'an Kerim këtë, kur e kam pyet pejgamberin alayhi salatu wassalam, kur është dita e gjykimit, Allahu xhalla shanuhu, Zoti i Madhërisëm, këtë ditë ka thonë nuk mund ta dinë askush, dhe ka thonë kjo ditë ndodh kur e humb dritën dielli, e humb dritën hëna dhe dielli bashkohen së bashku. Pra, Saqipi, po thoni që edhe shkenca nuk mund ta di sakt çështjen e kiametit apo jo, se kur mund të ndodhë. Shkenca për këto punë është shumë është nivelin e ulët për të zbuluar këto sekrete, për shkak se gjithë krijesën, universin dhe këto ato që ekzistojnë, Allahu krijuesi i gjithësisë e ka marrë mbi veti dhe ai ka thonë se unë jam krijuesi i universit, unë jam krijuesi i gjithësisë dhe askush nuk guxon për gjërat abstrakte, për gjërat të cilat nuk i ka kriju me dhon vlerësim apo mi kuptu si endet. Ne para se gjithash këto çështje kuptohen nëpërmes betimit. Sepse njeriu nëse nuk e beson Zotin, nëse nuk e beson Zotin, atëherë nuk mundet ta beson ringjalljen ose kiametin. Atëherë Saqipi, ai njeriu prap që e beson Zotin e ka obligim me besu edhe kiametin, por edhe ringjalljen. Kjo çështje e lidhur ngushtë janë themel të besimit. Besimi. Kthehemi prap tek ju, por ti qëndrojmë kësaj linje, meqense se kemi edhe të ftuarin tjetër, zotrin Rashiti, dhe të lidhemi këtu më njëherë për atë se çka shkenca thotë parashe, duke lidhur edhe me këtë orën e kiametit për kiametin. Zotri Rashiti, po ju dëgjoj me shumë mendje edhe ju. Përshëndetje për juve në studio dhe për të dëgjuar imamin në lidhje direkte. Fillimisht shkenca nuk e jep një datë eksakte se kur ka me ndodhë kiameti. Dhe në shkencë nuk jepet bukfalisht një datë
kur përmendodhë kiameti. Disa matje mund të na çojnë në drejtim të zhdukjes së sistemit diellor, mirë po ajo do të ishte shumë abstrakte dhe shumë absurde të mendohet se ka mendohet në vitin 2026. Për shkak se janë argumentet që çojnë në një matje sakt të lëvizjeve të tokës, ndërsa sa i përket kësaj orës të kiametit, kjo ka të bëjë me diçka tjetër, jo me aspektin astronomik që na e studiojmë. Në aspektin astronomik, lëvizja e planeteve ndaj yjeve, në këtë rast ndaj diellit, është shumë e përpikt, sa që nuk ka lëvizje që mund ta shmang tokën o me afru ka toka, ka dielli, ose tokën me largu nga Marsi, Jupiteri, apo edhe me deviju komplet lëvizjen e saj në raport me sistemin diellor. Mirë po, në këtë botën e teknologjisë, në këtë botën e armatimit, nuk përjashtohet një mundësi që të ndodhë një jo kiamet në kuptimin fetar, si që e tregoj edhe hoxha, mirë po do të ishte një lloj në thojza, po e thamë, kiameti për tokën nëse përdoren bombat atomike dhe zhduket raca njerëzore, mirë po nuk do të thotë që është zhduk këtë sistemi jonë diellor. A i bje kjo që termi është i njëjtë, po shpjegimet janë të ndryshme. Pja nuk është e njëjta gjë me sa po kuptojmë nga shpjegimet që po i jepni jo? Jo, në fakt, ne jemi të folë për dy versionet të ndryshme. Kiametin në aspektin që shkëta e kanë pretendu në orën atomike, që në fakt është duke u folë për zhdukjen e njerëzimit, edhe qenjes njerëzore, si që është ndodhë edhe me zhdukjen e dinosaurëve para gjatë 5 milion vjetëve nga një asteroid. Mund të rinjallët ose mund të ketë një jetë tjetër në tokë. Mirë, po kjo nuk përkon me kiametin me zhdukjen e sistemit tonë diellor. Ndërsa atë që ka po flet hoxha për çështjen e kiametit, ajo është diçka shumë më madhore që atë ka kriju edhe e besojmë që gjithë që ka kriju Zoti dhe e ka në kontrollin e tij. Po, dhe pajtoni edhe ju që asnjë shkencë nuk mund ta parashikojë këtë. Absolutisht po. Zotri Sajqipim, ju e thatë që askush nuk mund ta di se kur do të jetë kiameti pra fundi i botës, por të paktën sa kam dëgjuar edhe nga njerëz fetar dhe që e lexojnë shumë dhe kanë informacione, ka shenja paralajmëruese. Sa që ndron kjo dhe cilat janë ato shenja nëse po? Citate kuranore, ka fjalë profetike që pa na paralajmërojnë për çështjen se një ditë do të ndodhe kiameti dhe se njerëzit do të ringjallen. Dhe njerëzit do të ringjallen. Por, ato, si me thonë, janë vetëm se shenja për me reflektu pozitivisht tek njerëzit, që njerëzit me shfrytzu botën, që njerëzit me vepru për këtë botë, për këtë jetë, me ndërtu, me studiu, me hulumtu, me jetu, sepse një ditë ka marrë fundi i kësaj. Mirë po, ne shka duhet të kuptojmë për kësaj çështje është se njerëzit këtë çështje ose shkencëtarët nuk duhet me këtë të japin data, të japin vite. Se vetë profetin alayhi salam kur e kanë pyet, kanë thonë kur është kiameti, ai ka thonë shenjë nëpërmes këto dy gishtave. Domethënë mund me aq afër është kiameti sa për shembull i ka simbolizu gishtat e tyre. Mirë po, është fjala se sot nëpërmes armatimit, nëpërmes studimeve, nëpërmes teknologjisë, gjitha këto sot çka flitet në opinion, është diçka shumë e trishtueshme për njerëzimin, nëse njerëzimi ndëgjon çdo ditë se këtu po është shkaktar njeriu, jo Zoti. Domethënë, këto çka po ndërhin njeriu, në këto çështje janë friga që njerëzit po shkaktojnë ose shkencëtarët duke i promovuar ato njohuritë e veta, shkencët e veta. Amandaj, tek njerëzit nuk bon këto është shumë mu ekspozu, për shkak se njerëzit i humbin shpresët. Ti i ki çështjet te Zoti, Zoti është shumë i mirë, është shumë bojar, Zoti ka dashur me harujt interesin këtij globit, edhe njerëzimit. Përderisa na jetojmë, duhet me jetu në mënyrë të ndershëm. Dhe prandaj për njerëzit
si shtetës, si njerëzit që kanë kompetenca, duhet më rujt për gjëra që i popullin mos me friksu, njerëzimin mos me friksu, se këto janë sendet mërshme. Një njeri, për shembull, që mirët me këto teme vazhdimisht, atëre krijon tek populli frikë. Dhe këtu feja islame, e Zotit, nuk ka dash këtu me përmend këto çështje shka nuk dihen. Ti e ki për shembull kur e ka është një pjesë e Kuranit, kur e kanë pyet kur është Kiameti, Allahu ka thonë, Zoti i gjithësisë thotë, Zoti e ka në detyri ditën e gjykimit. Zoti e ka në detyri kur në cilën tokë njerëzit vdesin. Vetëm Zoti e ka në detyri çka i ndodh njerit pas një çasti. Do të thonë këto janë sende sekrete. Sikur që shoh tash për shembull rasti i vdekjes. Rasti i vdekjes i njëjtë identifikohet si Kiameti. Pse? Se Zoti e ka lënë edhe vdekjen sekret për individ, për njerëzit. Prandaj ne si teolog edhe si që e bajmë fenë e Zotit, duhet njerëzve mi asqaru këto gjëra, për shembull. Me dhon kurajo, me dhon mbështetje që njeriu me jetu sa më bukur dhe me shfrytëzu botën. Po, dhe këto po ndërlidhen me diçka, këto po ndërlidhen me diçka që shpesh në jetën e përditshme i dëgjojmë duke thënë pikërisht njerëzit fetar, zotri Saqipi, që këto zhvillimet të fundit që ndodhin në përgjithësi në botë, sidomos fakti që kemi shumë vrasje, i ndërlidhin pak a shumë edhe me këtë që thonë që janë disa shenja paralajmëruese drejt fundit të botës. Se po flasim me këto teoritë konspirative, po mundohem që t'jemi pak më praktik. Po sa mund qëndrojnë këto fetarisht? Është e vërtet tash për shembull, se njerëzit thuhet edhe fjalë, njerëzit e pinë Kiametin. Është fjala kjo. Domethënë këtë kontekst nëse e shpjegojmë. Mirë po ne si njerëz nuk guxojmë me hinë në avanturë, për shembull, për shkak se Kiameti ka afër, ne tash me hinë ato që ne vetëm i kriju kushtet për me ardhur Kiameti. Kjo është një Po, e qartë, është shumë e qartë. Dërsa ta pyesim pak edhe zotrin Rashiti, sepse sipas shkencëtarëve çdo sekond është shumë i rëndësishëm dhe ka një mungesë të bashkëpunimit global. Dhe kjo mungesë e bashkëpunimit po afron botën drejt një pike shumë të rrezikshme, apo siç po e quajmë Kiametin në aspektin shkencëtar. Nëse mund të na shpjegosh cili është ky bashkëpunimi global që duhet bëhet më shumë? Fillimisht mbiemri im është Rushiti. Kërkoj falje, sepse kemi kolegë Rashiti këtu edhe deformim. Për ndryshe, sa i përket çështjes së bashkëpunimit global, po shihet që mas pak diçka është ai bashkëpunim, paketësisht, ku forcat e mëdha botërore janë duke provu ato forcat e tyre në aspektin atomik, dhe gjë që kjo mund të bëj një rrezik për tokën, për jetën e tokë, mirë po më e rëndësishmja është edhe ndotja globale, edhe ngroja globale, edhe çdo aspekt tjetër që mund të kontribojë në qëndrueshmërinë e jetës në tokë. Përndryshe, sa i përket çështjes së afateve, se kur do të ndodhë një kiamet i tillë, atëherë kjo është shumë absurde të diskutohet, për shkak se një frikë të tillë të njëjtë popujt në botë, sidomos na që i marrin pak më shumë këto teoritë konspirative, kemi më shumë qef më ushy me këse gjana jo fort mira. Kemi pas në vitin 2012. 2012, po, që është edhe filmi realisht që e përshkruan filmi 2012 ku është përshkru Kiameti edhe komendon kataklizma apo këta dione. Mirë po që në fakt këto janë burime të një konspiracioni që në fakt na çojnë në një friksim të masës e që në fakt nuk do të ishte, edhe fatkeqësisht edhe mediat po edhe gjana tjera po bajnë në thojza, po e thamë prapë propagandë lidhje me këta, se kjo duhet tjetë shumë strikte dhe duhet diskutohet në nivel shkencor dhe jo në nivel të... Si mund të bëjnë propagandë mediat, kur asë mediat se dinë? Po, pikrisht... Ne i përcjellim ato që thua. Ne po merremi me këto edhe të shkencës edhe të fesë, kështu që... Jo, mos u keq kupton, nuk jam nuk po e marrim personalisht, po çështja se si mund të vërtetohet kjo.
Pikrisht, qëto është problemi, që i jepim hapësirë të gjitha konspiracionistëve. E patëm rrotën e kalum para një javë që... Me zotin Slavniko? Po, pikrisht. Të mund ku jepet hapësirë një konspiracionistit të thuhet se në shekulin 21 mendohet se toka është e rrafsht, ku kjo është studiuar dhe është diskutuar qindra vjet më përpara dhe është vërtetuar që toka është rrëmbullat dhe toka nuk mund ta bëjë orën 25 ditën 25 orësh, por do të jetë 24 ashtu siç lëviz toka me një shpejtësi këndore 29.7 km/sekond dhe kjo është ajo që është ai balanci që e thash më herët, ndërsa sa i përket çështjeve atomike, çështjeve të ndotjes nga termoelektranët apo ndotjeve tjera, me një farë formë unë konsideroj që veç se jena të jetu në atë epokën e kiametit të ndotjes, por jo të ndotjes të kiametit qysh edhe e pretendojnë disa që ka mu shkatru universi. Dua ndalem këtu, se e the në fakt që ne i pëlqejmë këto teoritë konspirative, mbase jemi më të prirur të marrim atë që dëgjojmë se sa që ty të hulumtojmë, të lexojmë kështu me radhë. Zotri Saqipi, për të qëndruar te këto teoritë konspirative, si ndodh kiameti? Shqo, saj për këtë teorive konspirative njerëzit shka i shpikin këto nuk pranohen në çështje të fesë. Këto janë rrepsisht të ndaluara këto tema më përhap edhe me dalë njerëzit për shembull me hamenje ose shka të ndrojnë natën, shka shohin ëndra, ose shka dojnë njerëzit me dalë mu popularizu në përmes këtij sendeve, por feja dhe Zoti këto çështje i kanë ndaluar rrepsisht, por mos më përzi. Njerëzit kanë fushat ndryshme të jetës ku duhet përzihen. Prandaj unë pajtohem edhe me kolegun që e kam studio atje, këtë problematike dhe këto mendime dhe këtë kjo shka është duke u bë, to janë para përgatitje të njerëzve nga kuzhina ndryshme, por njerëzit me orientu. Dhe ne nuk jemi të thirrur më përzim projektin e Zotit. Nuk jemi të thirrur se na truni njeriut, mendja njeriut është shumë e vogël për me dhonë gjikime, parashikime, me qitë fallë, edhe falltor më konë imagjinojnë të qarë. E prandaj është mirë në kohën moderne, në kohën, për shembull, kur mund si cili me shpreh diçka me dalë para ekranit edhe me shpreh, është mirë këto sende mu sankcionu pak bile nga mediat që janë nacionale ose media që janë shtetërore. Po, e kuptoj. Po, feja çka thot? Në këtë pyetjen për të qëndruar pak se... Po jo, besoj që edhe shikuesit që na shikojnë e kanë këtë kurreshtin se e dini dhe juve që këto janë tema që gjithsesi ngrejnë një interes për të dëgjuar. Feja çka thot? Si ndodh kiameti? Merë s'po merë me ide të konspirative. Në përme, që në kena shumë citate kuranore, hadis pejgamberit që na tregon si ndodh kiameti. Edhe ato janë krejtësisht të hapur, se Zoti ka folë gjithmonë hapur, ai nuk ka folë me sekrete ose me hamendje, se aja ka kriju dhe e di gjithësit. Edhe njeriu ja ka ndërpre mënyrë të drejtë për së drejtë që njeriu nuk guxon të futet në çështje shka janë abstrakte, shka janë pa dukshme, shka truni njerit nuk mund me perceptu. Çështja e kiametit, edhe çështja e vdekjes, çështja e të ardhës, leximi i të ardhmës, është problem ato njerëz që folin. Unë për shembull kur nuk kam guxuar këto tema me hi. Edhe më merr mendja se faleminderit kum lexu literaturë të përditshme. Mirë, po na duhet me respektu thënjat edhe apelin që na ka bë krijuesi i gjësisë për këto tema, se nuk janë temë. Te ki për shembull çështjen e shpirtit, ka thonë Zoti, kam vetë njerëzit si është shpirti njeriu. Dhe Zoti ka thonë wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Ne nuk ju kemi dhënë juve dituri që ju më njoft çështjen e shpirtit. Njerëzit nuk din, shumë pak din, si shkencëtarë, si të gjithë din pak për shpirtin me fol, pak din për jetën pas vdekjes, pak din për kiamet, pak din, dhe Zoti na ka njoftu drejt përse drejti si ndodhin këto. Sepse te Zoti nuk ka kohë, te na ka kohë, mirë po Zoti është vetë kohë edhe nuk matët koha te Zoti.
Prandaj, ai ka dash një neve njerëzve me na tregu se ju nuk duni të merreni me çështjet që nuk ju takojnë. Kena kompetenca na, sukur ne që s'kemi kompetenca më përzinë çështjet. Atëherë ta lëm këtë çështje se peshoj që po refuzoni të përgjigjeni direkt. Ndërsa ta pyesim pak edhe zotin Rushiti me gjitha këto që u lidhën dhe që i tha edhe teologu. Me fe pak a shumë është ndaluar që të parashikohen gjërat, sepse thuhet që vetëm Zoti e din se çfarë do të ndodhë. Po çfarë thotë shkenca? A mund të parashikohen disa gjëra? Nuk po flasim për kiametin, por në përgjithësi ato që ju i studioni. Në fakt, për me ndodhë një kiamet, atëherë duhet të ndaloj së rrotulluarit toka, të kthehet ka lindje, prej lindjes në perëndim ose prej perëndimit në lindje, të ndroj komplet forma e rrotullimit të tokës, gjë që kjo nuk është në dijenin e shkencëtarëve që toka është duke ngadalësu shpejtësinë, edhe është duke ardhur ka zeroja që me fillu siç është edhe ajeti kuranor që mos t'i përzina në fush hoxhe se kur t'lind djelin nga lindja dhe jo, nga perëndimi dhe jo nga lindja, mirë po për me orë në këtë gjendje duhet të ndalet komplet rrotullimi i tokës dhe të kthehet rrotullimi mbrapsht, jo prej perëndimit në lindje, por prej lindjes në perëndim. E kjo për momentin shkencëtarisht nuk është vërtetuar që është duke u ndalë së rrotulluari toka dhe për këtë arsye shkenca nuk mund të jep një përfundim që edhe çka ka me ndodhë kiameti dhe po tham prap fatkeqësisht që ne jemi të prirur të mirëmi me konspiracion, mirë po fatkeqësisht kjo është duke shku në dëm të shoqërisë tonë në Kosovë po dhe në bërë botën. Po gjithsesi ne u morëm edhe diçka do të thotë që thona shkencëtarët e buletinit të shkencëtarëve atomik që e kanë vendosur për orën e kiametit në vetëm 85 sekonda para mesnatës. Unë zotri Rushiti ju falenderoj bashkë me Ajden. Bisha një sfarë në lidhje me orën atomike ose më orën e kiametit që ata e kanë përshkruar. Kjo nuk nënkupton orën e kiametit të gjithësisë. Po të tokës. Do të thotë që ndotja edhe krismat ose këto bombat atomike mund ta shkatërrojnë njerëzimin, mund ta shkatërrojnë jetën e gjallë në tokë. Mirë po kjo nuk do të thotë shpërthim i yllit dhe krijimi një ylli të ri, apo i një supernove që në fund do të zhduket edhe toka dhe nuk ka me pas një qendër të masës ku ajo do të rrotullohet edhe do të humbë balancin e jetës në sistemin tonë diellor, e duke përfshirë edhe në gjithësi. Këta janë duke treguar rrezikshmërinë në aspektin atomik, edhe në aspektin e ngrohjes globale. Gjë që unë në këtë aspekt pajtohna shumë, në aspektin e ngrohjes globale dhe në aspektin atomik. Mund të ketë një luftë atomike të kokave bërthamore, që në fund mund mos ketë edhe njerëzim, atë shumë do të përdoret ndoshta bomba atomike. Mirë, po kjo është pjesë tjetër. Po, se në fakt në aspektin shkencor, astronomik, po thamë, këto nuk mund ta di edhe shkenca saktësisht përderisa nuk kemi një rrotullim të kombit. Po, se në fakt groja globale shumë shpesh është ngritur si shqetësim që po e shkatron botën dhe njerëzimin dhe ishte nevojshme që të kishim natyrisht edhe një opinion tuaj. Ne ju falenderoj. Po, zoti duket se ka edhe diçka që do një debat se faktu ne kam një pyetje tjetër për Saqip. Po. E gjithë kjo është ka po paraqitet media ose në emër të shkencëtarëve, unë mendoj se këto janë probleme njerëzore, s'kan lidhje me Zot. Edhe është fjala se, për shembull, për ngrohjen për këto, edhe Zoti në Kur'an thotë se gjithçka ka dalë kjo rrëmuj në sipërfaqen e tokës e ndeti janë shkaktar njerëzit. Edhe tash projektet globale, projektet që po krijojnë luftra atome, kjo është problem njerëzore, s'ka lidhje me Zot. Po edhe pse në këto, prapë Zoti ja tërheq vrenjën se ju nuk jeni autor të këtij planeti. Prapë ju s'keni mundësi me bë, ju vetën tuaj e vrani, vetën tuaj e mbetni. Edhe kur gjë nuk është diçka, edhe vdekja nuk është diçka tragjike për të na dhe për të Zotit. Zotri Saqip, unë kam një pyetje për ju pikërisht e lidhet me vdekjen, shndroni vetëm pak sa falenderojmë zotrin Rushiti për lidhjen dhe për kontributin. Faleminderit shumë që u lidhet.
Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe për sqarimet. Zotri Saqipi, ka disa herë që gjatë kësaj bisede po e përmenit, po e flisni, vdekjen, edhe tha diçka më herët që njerëzit do të thotë sikurse puna e kiametit, por edhe çështja e vdekjes duhet të merret si një proces normal që ndodh në këtë. Por në fakt është diçka krejt e kundërta dhe kam një pyetje shumë konkrete që pse njerëzit janë të prirur dhe natyrisht në përgjithësi, një pjesë më e madhe besoj këtë, ta kenë frikë vdekjen. Pse e kemi vdekjen frikë? Vdekja është ndër proceset më të frikshme që njeriu i ka në jetë. Edhe profetët kanë pas këtë problem, këtë çështje. Mirë po, vdekja është një proces që Zoti e ka kriju, sikur jetën, dhe në procesi që është, domethënë, vdekja është para përgatitja për ringjallje. Domethënë, mas kiametit, mas katastrofës që ka me arë në fundi, janë procesi i ringjalljes. Edhe procesi i ringjalljes, kur të bëhet, ai bëhet në programin që ka projektu Zoti, krijuesi i gjithësisë. Çish e ka kriju jetën, e ka kriju edhe botën tjetër. A mirë po për me kalu në botën tjetër duhet pa tjetër me hinë këtë proces. Çdo qenje e gjallë që ka ardhur këtë botë e ka pa tjetër me lishu, kjo botë është kalimtare, domethënë edhe ne duhet më përgatit si njerëz. Ama ata që ka friksohen prej vdekjes është më tepër ata njerëz për shembull që ju kanë shumë dhënë mas kësaj bote, mas interesave të kësaj bote, ju lidh shumë me interesat e kësaj bote, jo me pushtet, jo me pasuri, jo friga që ata nuk i kanë kushtu rëndësi shpirtit, qetësisë, stabilitetit, mësimit, nuk kanë marrë mësime, nuk kanë marrë njohuri, dhe për ato me siguri vdekja është një proces shumë i rëndë. Ata shka ditë e kalojnë ma letë, çdo se shka ditë. E qartë. Gjithsesi me gjitha shpjegimet mendoj që prap njerëzit, kjo frikë tek njerëzit është mëse e shprehur. Ne ju falenderojmë shumë për këtë lidhje edhe për këto opinionet tuaja. Faleminderit shumë zotri Saqipi. Gjithashtu edhe nga ju, faleminderit. Faleminderit shumë.